Pas 2 muaj shkojmë të bëjmë thojtë që ishin bërë mos u zotë, edhe pyeta djalin çfarë ngjyrë do t'i bëj mami thojtë, jo se e pyet zakonisht, po me që po afron ditëlindja e tij, edhe doja që t'i bëja kefin. Edhe i thash çfarë thojtë do që të bëj mami për ditëlindjen jote, edhe më tha i dua ngjyrë të kuqe. Unë e urrej ngjyrën e kuqe, në thoj. I thash të ke qenë mami, çfarë ngjyrë tjetër do, vetëm të kuqe, jo nuk është në modë. Jo, dua ta bësh të kuqe, tha për ditëlindjen time, thojt. Ç'të bëja, i the Manxhit, vajza që më bën thojtë, kjo bukuroshja këtu, i thash djali do ngjyrë të kuqe. Kërko këtej, pastaj ja u kujtova që u kisha kërkuar tek video kur postova videon e thojve të Evës, të më jepni disa ide, edhe njëra nga juve më kishte dërguar këta thojtë që unë në fakt më kishin pëlqyer shumë, po i kisha harruar. Pastaj po shikoja të gjitha komentet me radhë, edhe rashë prap te këta thojtë, të cilit ishin dhe ngjyrë të kuqe, edhe ca nuk ishin ngjyrë të kuqe. Do t'u tregoj në fund se dolën vërtet një mrekulli e vërtetë, nuk e prisja dhe unë që do më pëlqenin kaq shumë kur i bëra, por tani i shikoj edhe janë aq të bukura. Shkojnë kaq shumë me stinën që jemi tani, me stinën e qershive, në pranverë, edhe i bëra dhe kefin dhe djalit. Shikoni tani më thoni, nuk janë perfekt, kaq të bukur që dolën, ka në shije këta djemë të tanë, jo të botës. Shikoni, a ju pëlqen ngjyra, më thoni tani, në qoftë se nuk janë perfekt janë. Çat, kaleni